Ekonomitë më të mëdha të eurozonës u rritën me një ritëm modest për të qëndrueshëm tremujorin e kaluar, ndërsa konsumi dhe investimet u rritën për të kompensuar eksportet e ulta dhe pasigurinë e jashtëzakonshme nga politika tregtare e çrregullt e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Shifrat sinjalizojnë një qëndrueshmëri të jashtëzakonshme për një blok prej 350 milion njerëzish që pritej të nënshtrohen ndaj një lufte tregtare me Shtetet e Bashkuara, rritjes së konkurrencës së eksportit nga Kina dhe viteve të konfliktit ushtarak në kufirin e saj lindor. Megjithatë, çdo tremujor të vitit të kaluar eurozona prodhoi një rritje të respektueshme megjithse jo spektakolare, pavarësisht industrisë dhe eksporteve, motorët e mëparshëm të zgjerimit që po përpiqen të rifitojnë ekuilibrin e tyre. Spanja vazhdoi të jetë shtysa kryesore e bllokut duke u zgjeruar me 0.8% në tremujor, shumë mbi pritet për 0.6%, ndërsa Gjermania, ekonomia më e madhe e eurozonës, ishte gjithashtu mbi parashikimet duke u rritur me 0.3% kundrejt parashikimeve të ekonomistëve prej 0.2%. Prodhimi brendshëm brut francez u rrit me 0.2% në përputhje me parashikimet, duke ka përcyer frikën se paqëndrueshmëria politike do të ndikonte në sentiment, ndërkohë Italia u rrit me 0.3%, pak mbi parashikimet, dhe Olanda me 0.5%. Shifra të tjera sugjerojnë se bloku nisi vitin 2026 mbi një bazë relativisht të fortë. Një lexim kyç i ndjenjës së publikuar të njëjtën tregoi një rritje të papritur të nxitur nga Franca dhe Gjermania, me fitime të gjera midis të gjithë sektorëve kryesor, ndërkohë industria po tregon shenja stabilizimi. Familjet më në fund kanë filluar të ulin normën e tyre historikisht të lartë të kursimeve, papunësia po qëndron pranë niveleve rekord të ulta dhe inflacioni është fort rreth objektivit prej 2% të Bankës Qendrore Europiane. Perspektivat nxiten më tej nga bumi i shpenzimeve të Gjermanisë për infrastrukturën dhe mbrojtjen, të cilat mund të jenë të ngadalta për të nisur, por do të kenë një ndikim të matshëm në rritje nga tremujori i dytë. Megjithatë, eksportet nuk ka gjasa të rrimë këmbën plotësisë së shpejti pasi tarifat amerikane, konkurrenca gjithnjë më ashpër kineze dhe rënja e dollarit gjatë vitit të kaluar tregojnë një ndryshim të përhershëm në modelet tregtare.